Gjykata e lartë shpalli kreun e LSI-s Ilir Meta të pafajshëm për akuzën e korrupsionit aktiv të funksionarëve të lartë të shtetit. Kolegji penal i kryesuar nga Ardian Dvorani vendosi pas 20 seancash gjyqësore të pushojë çështjen ndaj zotit Meta. Gjykata vendosi gjithashtu që shpenzimet e gjyqit i kalojnë shtetit shqiptar. Prokurori i çështjes Bujar Sheshi më datë 6 janar paraqiti pretencën duke kërkuar shpalljen fajtor të Ilir Metës për akuzën e korrupsionit aktiv të funksionarëve të lartë të shtetit dhe kërkoi dënimin me 2 vite burg dhe 1 milion lek gjop. Përfaqësuesi ligjor i LSI Spartak Brau u shpreh se gjykata foli, ligji vendosi kur flet gjykata të tërheqtin, i binden. Këtë gjë duhet transmetoni edhe ju si media, edhe politikanët duhet i binden vendimit të gjykatës. Natyrisht, komedia mbaroi, ça do qeshin, ça do qajnë. Kryetari i LSI-s Ilir Meta akuzohej për korrupsion aktiv dhe abuzime detyrën pas publikimit të videos së përgjuar nga ish ministri i ekonomisë Dritan Prifti në zyrën e këtij të fundit më 1 mars të 2010-s.